Raporti për kujdesin afatgjat në Ballkanin Perëndimor evidenton se në Shqipëri kujdesi për të moshuarit dhe personat në nevojë mbetet kryesisht një përgjegjësi familjare. E njëjta gjë është e vlefshme edhe për Kosovën, ndryshe nga vendet e tjera të rajonit që ruajnë modelin evropian, ku rolin kryesor e luajnë shërbimet publike dhe profesionale. Në praktik, kjo do të thotë se shumica e personave që kanë nevojë për asistencë, qofshin të moshuar apo me probleme shëndetësore, mbështeten të afërmit e tyre, shpesh pa pagesë dhe pa mbështetje të mjaftueshme nga shteti. Ndryshe nga Shqipëria, vendet e Bashkimit Evropian dhe disa vende të rajonit kanë kaluar drejt modeleve të përziera, ku kujdesi ofrohet përmes një kombinimi shërbimesh, si qendrat rezidenciale, kujdesi në komunitet dhe shërbimet profesionale në shtëpi. Raporti thekson se në Shqipëri kapacitetet publike mbeten të kufizuara, me një numër të vogël përfituesish nga shërbimet sociale dhe me mungesë të theksuar të shërbimeve në shtëpi, ndërsa diferencat me zonave urbane dhe rurale e bëjnë edhe më të vështirë aksesin për shumë qytetarë. Një tjetër problem i rëndësishëm është mungesa e koordinimit me sistemit shëndetësor dhe atij social, çka bën që personat që kanë nevojë për kujdes afatgjat të mos marrin një shërbim të integruar. Kjo krijon një situatë ku kërkesa për kujdes rritet, ndërsa burimet njerëzore për ta ofruar atë brenda familjes po paksohen. Në krahasim me vendet e tjera, Shqipëria mbetet në një fazë më të hershme e zhvillimit të sistemit të kujdesit afatgjat, me shpenzime publike më të ulta dhe një treg të kufizuar shërbimesh, ndërsa shumë vende europiane kanë ndërtuar sisteme më të strukturuara me mbështetje financiare për familjarët dhe rrjete më të gjëra shërbimesh profesionale. Raporti nënvizon se modeli aktual, i mbështetur kryesisht e familja, rrezikon të mos jetë i qëndrueshëm në të ardhmen dhe kërkon ndërhyrje të menjëhershme për rritjen e investimeve, zhvillimin e shërbimeve dhe integrimin e sistemit social me atë shëndetësor.